Ju përshëndes të gjithëve nga studio lajmeve në televizionin kombëtar Klan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të radhës. Presidenti amerikan shpërfilli kundër propozimet e Iranit për dialogun për fundin e luftës. Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta lejojnë kurrë Teheranin të zhvillojë armë bërthamore dhe nuk përjashtuan mundësinë e ridërgimit të anijeve ushtarake për të mbrojtur nga Irani mjetet lundruese tregtare në Gjirin Persik. Donald Trump shpërfilli kundër propozimin me të cilin Teherani refuzoi memorandumin me 14 pika për fundin e konfliktit me Shtetet e Bashkuara. Na japin një propozim budalla. Është propozim budalla që askush s'do e pranonte. Shefi i Shtëpisë së Bardhë mendon se me qasjen e tyre iranianët po përpiqen të lodhin amerikanët dhe t'i detyrojnë të tërhiqen. Irani nuk mund të ketë dhe nuk do të ketë armë bërthamore. Nuk duhet të kishte shkuar kaq larg. Për 47 vite, lider të tjerë vendesh duhet ta kishin penguar, por nuk e bën. Kaq budallën janë sa mendojnë se unë do lodhem? Trump nuk përjashtoi mundësinë e rinisjes së operacionit Liria për të mbrojtur me ushtri anije tregtare nga vendet e Gjirit që duan të dalin nga ngushtica e Hormuzit. Presidenti amerikan tha se një grup i madh gjeneralesh po presin të diskutojnë me të çështjen e Iranit. Mes frikës se konflikti do të vazhdojë gjatë, nafta e papërpunuar në bursën e Londrës u rrit me rreth $4, duke arritur në $104 për fuqi këtë të martë. Në një intervistë për mediat amerikane, Trump tha se po shqyrton mundësinë e heqjes së taksës për benzinën për frenimin e rritjes së ndjeshme të çmimit për amerikanët në pikat e karburantit. Kundër propozimit të Iranit përfshindet ndër të tjera një kërkesë për kompensim për dëmet e luftës dhe theks mbi sovranitetin iranian mbi ngushticën e Hormuzit, ndërsa nuk përmendte fare fundin e programit bërthamor siç kërkon Washingtoni dhe Tel Avivi. Parlamenti izraelit ka miratuar ligjin për dënimin me vdekje dhe gjyqje publike për ata që janë përfshirë në sulmet e pashembullta të udhëhequra nga Hamazi dhe marrjen masive të pengjeve në Izrael në tetor të 2023-shit. Legjislacioni u miratua me 93 vota pro dhe u mbështet nga mazhoranca dhe opozita. Agresorët sipas ligjit do të gjykohen para një gjykate ushtarake speciale në Jeruzalem. Momentet kryesore të seancave dëgjimore për fshirhapjen, vendimin dhe dënimin do të filmohen dhe transmetohen në një faqe internetit të dedikuar. Grupet izraelite të drejtave të njerëzit kanë folur kundër ligjit të ri kundër gjyqjeve, montazh bazuar në rrëfime që dyshohet se janë nxjerrë nën torturë. 7 tetori 2023-shit ishte dita më vdekjeprurse në historinë e Izraelit. Luftëtarët e udhëhequr nga Hamazi vranë mbi 1200 njerëz në Izraelin jugor, kryesisht civil. 251 të tjerë u rrëmbyen dhe u mbajtën robër në rripin e Gazës, përfshirë burra, gra, fëmijë dhe shtetas të huaj. Deputetët laborist kërkojnë publikisht dorëheqjen e kryeministrit të Britanisë së Madhe, Keir Starmer. Numri i tyre po rritet, ndërsa Starmer shihet si përgjegjës për disfatën në zgjedhjet e fundit në Britani, vetëm 2 vite pasi morën shumicën historike në parlament. Zërat brenda Partisë Laboriste që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Keir Starmer po forcohen. Numri i deputetëve të Partisë Laboriste të drejtuar prej tij, që i kanë bërë thirrje publike që të largohet dhe të caktojë një afat për pasardhësin, ka arritur në 64. Starmer shihet si përgjegjës për humbjen e besimit të publikut pas rezultateve të dobta në zgjedhjet lokale, duke mos qenë në gjendje të menaxhojë krizat njëpasnjëshme me të cilat është përballur vendi, përfshirë rritjen e ndjeshme të çmimeve prej luftës në Iran dhe po ashtu skandalin Epstein, ku u përfshi ish ambasadori në Shtetet e Bashkuara i emëruar prej tij Peter Mandelson. Pavarësisht presionit, Starmer ka këmbgulur se do të provojë dyshuesve se e kanë gabim, duke mbrojtur vendimet e tij të mëdha politike si të duhurat për vendin. Situata tregon një parti thellësisht të përçarë, ku disa mbështesin vazhdimsinë dhe të tjerë kërkojnë lider të rinj si Wes Streeting apo Angela Rayner. Kjo krizë vjen si një kthes dramatike krahasuar me korrikun e vitit 2024, ku Starmer udhëhoqi laboristët drejt një fitoreje historike duke siguruar një shumicë dërmuese prej 412 vendesh në parlament. Tashmë fati i kryeministrit varet nga aftësia e tij për të frenuar rebelimin e brendshëm, përpara se numri kundërshtarëve të bëhet i papërballueshëm. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u bërtiti të pranishmëve që bënin zhurmë në një forum të samitit Afrikë-Francë. Ai u ngjit në skenë për t'u kërkuar atyre të ndiqnin aktivitetin ose të dilnin jashtë. Presidenti francez Emmanuel Macron është bërë yll i një takimi gjatë vizitës së tij në Kenya, ku flitej për kulturën. Duke dëgjuar zhurmën e të rinjve në sallë, presidenti doli në podium dhe ju drejtua të pranishmëve, duke ju kërkuar ta dëgjojnë me qetësi. Excuse me, everybody. Hey.
I'm sorry guys. Më vjen keq, por është e pamundur të flasësh për kulturën me një zhurmë të tillë. Kjo është mungesë totale respekti. Nëse doni të bisedoni për diçka tjetër, mund të dilni jashtë. Nëse doni të rrini këtu, do t'i dëgjojmë njerëzit dhe do të luajmë të njëjtën lojë. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. Përgjigja ishte menjëhershme nga drejtuesja. Dhe kjo, zonja dhe zotrinj, quhet leadership. Ndërhyrja e Macron u prit me duar trokitje dhe ovacion nga të pranishmit. Kryeministri Edi Rama thot se Shqipëria është vendi i parë në rajon për transparencë në prokurimet publike. Ai tha se janë ndërmarrë reforma modernizuese për të luftuar korrupsionin, ndërsa bëri të ditur se po ngrihet një agjenci republike për teknologjinë. Shqipëria mbetet e para në rajon për transparencë në prokurimet publike. Kështu deklaroi kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për shtyp me drejtoreshën e Agjencisë së Prokurimeve Publike, ndërsa bëri një bilanc mbi modernizimin e këtij sektori dhe reformat antikorrupsion. Shqipëria është e para në rajon me diferencë nga e dyta dhe nga të tjerët në prokurimet publike. Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk është një luftë e cila zhvillohet vetëm në frontin e ri të krijuar me vullnetin e kësaj shumice që është fronti i drejtësisë, por është një luftë që zhvillohet me reformat modernizuese. Hapi radhës thot se është krijimi i një sistemi të ri elektronik i cili do të mundësojë prokurimet publike, plotësisht me inteligjencë artificiale, nëpërmjet ministres virtuale diella. Asnjë nënpunës të mos ketë më dorë të luaj me letrat e biznesit, por të gjitha të dhënat të mblidhen nga vetë diella prej mbi 40 regjistrave publik që tani më janë të digitalizuar dhe pastaj t'jenë në dorën e biznesit për t'i aktivizuar vetëm me një klik. Progresin e vendit tonë në këtë fushë, thot Rama, e tregon dhe vlerësimi i Komisionit Evropian në kapitullin e prokurimeve publike nuk ka piketa të ndërmjetme. Kjo do të thotë që ne në prokurimet publike jemi tani më një vend antar i Bashkimit Evropian. Edhe njëherë kryeministri mohoi zërat për bllokim të negociatave, ndërsa rishpjegoi procedurat që ndiqen nga ambasadorët e vendeve anëtare për raportin e përgatitur nga Komisioni Evropian. Komisioni është dakord që ne i kemi plotësuar 100% të gjitha detyrat për të marrë dritën jeshile për të hyrë në fazën e re, që është faza e mbylljes së kapitujve. Pyetjet dhe shqetësimet e vendeve anëtare në këtë fazë nuk lidhen me piketat e ndërmjetme, po lidhen me piketat përmbyllëse. Ndryshe nga sa pretendon opozita, thot se procesi po ecën normalisht brenda fateve të përcaktuara. Ka absolutisht asgjë nga çfarë i është rroganisur koka popullit shqiptar, u bllokua, doli ky e doli ai, gjë që çoi deri në daljen e flamurëve të Gjermanisë me në krahët e molotovarëve. Kryeministri zbuloi edhe krijimin e kompanisë si motor të Akshit, e cila do të jetë 100% shtetërore dhe do të punësojë profesionistë me paga konkurruese në sektorin e teknologjisë. Albanian Digital Solutions, e cila do të jetë një kompani 100% shtetërore që do të synojë e para të rekrutojë më të mirët e tregut dhe të i pagojë më mirë se çdo kompani në treg, dhe e dyta të bëhet një forcë udhëheqëse në tregun e teknologjisë. Në konferencën me gazetarët, Rama foli edhe për rishikimin e ligjit për investitorët strategjik, për të cilin tha se është në hapat e fundit, pasi po konsultohet me partnerët ndërkombëtar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thot se protesta e 8 majit ishte një uragan lirie që sipas tij tronditi themelet e narkoregjimit. Ai ktheu përgjigje edhe akuzave të kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se rrugën e integrimit për Shqipërinë e mbylli korrupsioni qeveritar. Partia Demokratike është vendosur për të vijuar protestat kundër qeverisë. Kështu është shprehur kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para gazetarëve, ku tha se protesta e 8 majit ishte kryelajmi i mediave ndërkombëtare. Ky uragan pati një honë të jashtëzakonshme.
në mediat botërore. Kauza e drejtë e protestës së 10 mijëra qytetarëve mbushën bulevardin e Kombit për të shprehur revoltën e tyre ndaj qeverisë së paligjshme të Tiranës. Ishte kryelajmi i datës 8 maj. Nuk gjeni një lajm tjetër në mediat botërore të transmetuar me kaq vlerësim. Berisha e cilëson si një tjetër strukturë për të vjedhur taksat të qytetarëve krijimin e kompanisë sëre shtetërore Albanian Digital Solutions. Do krijoj kompani të gjitha personale për të vjedhur, është bërë i çmendur, i pampërmbajtur në vjedhjen e pasurive dhe pronave publike. Ka krijuar kompaninë e prokurimeve ushtarake dhe të prodhimeve ushtarake. Me dhënat e para po blen mallra me 5 fishin e çmimeve të zakonshme të tregun dhe kjo vetëm për llogari të miliardierit Edi Rama. Në një kohë kur kryeministri Rama shprehet se opozita punon për të cënuar negociatat, Berisha deklaron se një nga faktorët kryesorë që bllokojnë integrimin në Bashkimin Evropian është korrupsioni qeveritar. Opozita po ndihmon procesin e integrimit, një proces integrimit të bazuar në meritën. Vetëm këtë ka bërë dhe bën opozita. Rrugën për në Bashkimin Evropian ja mbyllin Shqipërisë ata që mbrojnë vjedhjet e qytetarëve shqiptarë. Ndërsa në furtorën e radhës para kryeministrisë, Berisha akuzoi kryeministrin Rama për burgosjen e figurave politike të opozitës. Sjell në kafaz ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit për të thënë shqiptarëve se kur unë e fus në kafaz këte, ju fus të gjallë në vorë. Ky është morali që ky bastardi delatëve, kolega Rama, ky ka sjell moralin kriminal tetërve të tij në moralin e pushtetit ti. Kryedemokrati, para mbështetësve, tha se nuk pajtohet me regjimin e Ramës, që për të shpëtuar veten e tij është i aftë të bëjë gjithçka. Brukseli e vlerëson vendosmërinë e Tiranës dhe Podgorisës në rrugën integruese, ndaj brenda pak ditësh disburson 200 milion euro ndihmë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Kaja Kallas tha se zgjedhjet në Prishtinë pengojnë dialogun Kosovë-Serbi. Bashkimi Evropian do t'jap në ditët në vijim edhe 200 milion euro për Shqipërinë dhe Malin e Zi si pjesë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Lajmi u bë i ditur nga komisionera për zgjerimin Marta Kos në takimin në Bruksel të ministrave të jashtëm evropian me ata nga rajoni ynë. On the growth plan, implementation is running well and Zbatimi i planit të rritjes po ecën mirë. Ne do të shpërndajmë së shpejti rreth 200 milion euro për Shqipërinë dhe Malin e Zi. Ne po arrim rezultate të prekshme ku bëhet fjalë për integrimin gradual. Siç e dini, javën e kaluar Serbia ju bashkuar Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë në marrëveshjen SEPA. Zgjerimi është përparësi për Bashkimin Evropian. Nëse shtetet kandidate arrin sukses me reformat, atëherë edhe ne duhet që të mbajmë premtimet. Për bashkëpunim të ngushtë me shtetet e Ballkanit Perëndimor ka folur edhe shefja e diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, e cila ka theksuar nevojën që këto shtete të përballen si duhet me sulmet kibernetike. we will address these issues because Po diskutoj me ministrat e jashtëm për zgjerimi se çfarë më shumë mund të bëjmë që këto shtete të Ballkanit Perëndimor të ecin përpara me reforma. Kemi po ashtu çështje në diskutim dhe bashkëpunimin në lidhje me përballjen e këtyre shteteve me kërcënimet hibride. Kallas tha se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore përse prej kohësh nuk ka patur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel të liderëve politik. I pranishëm në këtë takim ishte edhe kryediplomati Hoxha, i cili u tha homologëve të tij evropianë se Shqipëria është e vendosur të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të mbetur në pararojë të procesit të zgjerimit. Majoranca dhe opozita në Këshillin e Mandateve u përfshin sërish në debate lidhur me ndryshimet në rregulloren e Kuvendit. Socialistët kërkuan procedurë të përshpejtuar, ndërsa opozita theksoi se amendamentet duhet të miratohen me konsensus. Në mbledhjen e Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, opozita kërkoi që ndryshimet në rregulloren e Kuvendit të jenë konsensuale. Ne jemi kundër kufizimit.
Mirë, do të shkojmë drejt për drejt në këtu momente në seancën dëgjimore me Ministrin e Shtetit dhe krye negociatoren Malinda Dhuka mbi raportin e Këshillit të Ministrave mbi procesin e antarësimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, ky progres i madh, sidomos me çeljen e negociatave dhe forcimin e shtetit të së drejtës, është shprehje e qartë e vullnetit dhe mbështetjes politike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, të Parlamentit Evropian. Viti 2025 shënoi kapërcimin më të madh historik në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, të parë në vitet e fundit sigurisht, pasi gjatë vitit 2025 progresi i rëndësishëm u arrit me çeljen e negociatave për antarësim në të 6 grup kapituj ose 33 kapituj ose fusha, me cilat Shqipëria negocion për antarësim me Bashkimin Evropian. Çelja filloi në fund të vitit 24 me grup kapitullin e parë themelore dhe grup kapitullin e 6 marrëdhëniet me jashtë dhe vijoi intensivisht me 5 grup kapitujt e tjerë gjatë vitit 2025. Në çeljen e negociatave, Bashkimi Evropian ka bërë publike qëndrimin negociues ose qëndrimin e përbashkët të Bashkimit Evropian, në të cilën parashikohen kushtet që Shqipëria duhet përmbush, ndryshe i quaj linja veprimi prioritare, për të mbyllur negociatat për antarësim. Deri tani, Bashkimi Evropian i ka rekomanduar ose paraqitur Shqipërisë 101 kushte për mbylljen e negociatave për 31 kapituj. Gjatë vitit 2025, ne kemi punuar intensivisht për të krijuar bazën e organizimit të punës për mbylljen e negociatave, krahas çeljes së negociatave që, siç e përmenda, u krye për të 6 grup kapitujt në vitin 25. Për këtë arsye, strukturat shtetërore të negociatave dhe gjitha institucionet e përfshira kanë hartuar 31 draft plane pune, në të cilën kanë zbërthyer këto 101 linja prioritare veprimi ose kushte të mbylljes negociatave në rreth 600 nisma europiane, nga të cilat sigurisht një pjesë e mirë e tyre janë nisma të natyrës ligjore ose ndryshime ligjore dhe në disa raste ligje të reja, në të cilat është i angazhuar intensivisht Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Më konkretisht, unë do të prezantoj këto linja prioritare të punës në të gjitha këto 6 fusha ose grup kapituj. Sa i përket grup kapitullit të dytë, tregu i brendshëm ose tregu i përbashkët i Bashkimit Evropian, negociatat u çelën në 14 prill të vitit 2025. Sigurisht kjo është një etapë strategjike në procesin e integrimit të tregut shqiptar në tregun e përbashkët Evropian dhe në këtë grup kapitull Shqipëria ka marrë 29 kushte për mbylljen e negociatave ose linja prioritare veprimi, janë të lidhura me tregun e brendshëm dhe normalisht që kanë të bëjnë me disa drejtime kryesore, siç është standardizimi dhe mbikëqyrja e tregut, kontrolli i ndihmës shtetërore, politika e konkurrencës, qeverisja e korporatave dhe mbrojtja e konsumatorit. Gjithashtu, një rëndësi të madhe marrin edhe nismat për harmonizimin e standardeve teknike të tregut, veçanërisht për të rritur sigurinë juridike në treg, sigurinë e produkteve dhe të shërbimeve dhe një klimë biznesi konkurruese për një vend që aspiron të jetë antar së shpejti i Bashkimit Evropian. Grupi i dytë është konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, më saktë grupi i tretë, por i dyti që negociatat për cilin u hapën gjatë vitit 2025, negociatat u hapën në 22 maj. Ka 19 piketa mbyllëse, në qendër është modernizimi ekonomik dhe social i vendit, dhe sigurisht që objektiv kryesor është ndërtimi i modelit social evropian, thënë më thjesht miqënia e qytetarëve shqiptarë krahasueshme me ata evropian dhe të drejtat e qytetarit evropian. Fokusi kryesor i këtyre linjave prioritare të veprimit do të jetë transformimi digjital, politika industriale, mbështetja për sipërmarrjen, arsimi dhe formimi profesional, kërkimi shkencor dhe inovacioni, punësimi dhe politika sociale. Grupimi tjetër është agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Negociatat u hapën në 16 shtator të vitit të kaluar. Shqipëria ka marrë këtu 22 piketa mbyllëse të negociatave, linja prioritare veprimi. Fokusi kryesor do të jetë në politikën e mjedisit, tranzicionin energjetik, transportin, rrjetet transeuropiane, ndryshimet klimatike dhe sigurisht mjedisin më gjerë në përgjithësi.
Gjithashtu rëndësi të veçantë do të marrin edhe çështje si standardet europiane në mbrojtjen e mjedisit, janë shumë komplekse dhe është një nga fushat më sfiduese për antarësimin dhe pas antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian Mjedisi, duke qenë se kërkon investime të mëdha dhe në infrastrukturën publike, po ka ndërhyrje edhe në infrastrukturën private, në pikat e prodhimit, sa i përket standardeve të mjedisit në mbetje, ajër, ujëra, ndryshime klimatike e të tjerë. Prandaj do të na duhet punojmë gjithë bashku në afat gjatë, do thosha, lidhur me eficiencën e energjisë, burimet e rinovueshme, infrastrukturën e transportit dhe çështje të tjera të lidhura, siç thash, me mbetjet, me ajrin dhe me ujërat. Grup kapitulli tjetër është ai që njihet si burimet, bujësia dhe kohezioni. Negociatat për këtë grup kapitullu hapën në 17 nëntor të vitit 2025. Shqipëria ka marrë 18 kushte të mbylljes së negociatave në këtë grupim, në këtë fushë, dhe fokusi kryesor i linjave prioritare të veprimit ose për plotësimin e këtyre kushteve do të jetë politika bujqësore dhe zhvillimi rural, siguria ushqimore. Siguria ushqimore është po ashtu një nga fushat standardet e cilit përbën një sfidë të madhe për ekonominë dhe kërkon një përpjekje të madhe ekonomike dhe shtetërore për arritjen e standardeve, menaxhimi i burimeve natyrore, peshkimi dhe politika e zhvillimit të rajoneve shqiptare. Sigurisht kjo do të kërkojë veprime intensive në lidhje me modernizimin e sektorit agro-ushqimor sa i përket standardeve të sigurisë, por njëkohësisht edhe investime më të mëdha në lidhje me zhvillimin e rajoneve dhe bashkive shqiptare. Gjatë vitit 2025 ka patur një aktivitet të dendur legjislativ, i cili sigurisht është disa herë më i madh se ai një vit i pararendës, edhe njëherë kjo është një shprehje e qartë e energjizimit të lartë të gjitha institucioneve dhe të punuarit në drejtim të antarësimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka miratuar të paktën 222 akte ligjore dhe nënligjore gjatë vitit 2025, ose rreth 3 herë më shumë në krahasim me vitin 2024, kur janë miratuar rreth 82 të tilla. Normalisht nga këto 222 akte, 44 janë ligje të miratuara nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, 78 vendime nga Këshilli i Ministrave dhe 100 akte të tjera të natyrës ligjore, të institucioneve të ndryshme, përfshirë ato të pavarura. Si kanë kontribuar këto në drejtim të përmbushjes së kushteve për antarësim në Bashkimin Evropian? Prej tyre, 75 akte kanë kontribuar në përmbushjen e kushteve të ndërmjetme ose forcimin e shtetit të së drejtës, të luftës kundër krimit dhe korrupsionit dhe të drejtave të njerëzit dhe barazisë. 111 akte kontribojnë në përmbushjen e 101 kushteve të mbylljes negociatave. Pra gjatë vitit 25 janë çelur negociatat, po njëherësh është punuar frontalisht për të plotësuar kushtet dhe për të qenë gati teknikisht fillimisht për të mbyllur negociatat në të njëjtën kohë. 12 akte i përkasin facilitetit për reforma dhe rritje ose agjendës së reformave dhe 24 janë akte të tjera të natyrës parafruese. Gjatë hartimit dhe shqyrtimit dhe miratimit të këtyre akteve, sigurisht që të gjitha projektligjet kanë kaluar në procesin e gjerë të konsultimit publik, përmes regjistrit i konsultime, siç parashikon dhe ligji për konsultimin publik në Republikën e Shqipërisë. Gjatë vitit 25 janë publikuar 96 projektligje për konsultim publik, nga të cilat 38 kanë qenë të lidhura me integrimin evropian. Regjistri i konsultimit publik ka një shkallë të lartë interesimi nga qytetarët dhe vizitorë, rreth 96.872 vizitorë e kanë vizituar regjistrin e konsultimit publik gjatë vitit 2025. Pra rreth për afërsisht 100.000 vizitorë e kanë vizituar faqen e konsultimit publik dhe kanë shprehur interes për nismat ligjore të publikuara për konsultim publik. Sigurisht frekuenca e konsultimit ka qenë e lartë, 96%, dhe afatet e konsultimit janë respektuar në të gjitha rastet. Gjithashtu, përveç konsultimit publik përmes regjistrit dhe publikimit të akteve për konsultim publik, aktivitet të dendur ka zhvilluar dhe platforma e partneritetit për integrim evropian, që janë tryezat e diskutimit të nismave europiane. Ekzistojnë tryeza në të 33 fushat. Më konkretisht, janë zhvilluar 117 tryeza diskutimi, mesatarisht rreth 10 paka shumë çdo muaj.
dhe ka një rritje me 58% më shumë në krahasim me vitin 2024, kjo është e kuptueshme sepse dhe aktiviteti legislativ është rritur, ka patur rreth 1100 pjesëmarrës përfaqësues nga grupet e interesit dhe është diskutuar rreth 252 tematika. Kjo është një përmbledhje e shkurtër sa i përket çështjeve të lidhura me çeljen e negociatave dhe aktivitetin legjislativ të gjitha institucioneve të Republikës Shqipërisë gjatë vitit 2025, katërmujori i parë i vitit 2026. Çështja e dytë për cilën dua t'ju informoj në mënyrë të përmbledhur ka të bëjë me progresin që ka bërë vendi për ta shtë-quajturat kushtet të ndërmjetme në themelore, sepse gjatë vitit 25, krahas çeljes negociatave për të gjitha fushat, është punuar intensivisht edhe për forcimin e sistemit të drejtësisë, konsolidimin e zbatimit të reformës në drejtësi, luftën kundër krimit, parandalimin e korrupsionit, luftën kundër korrupsionit dhe të drejtat e njeriut. Shqipëria punoi për të plotësuar 24 kushte të ndërmjetme në lidhje me fushën e drejtësisë dhe të sigurisë, që në ndryshe thënë kishin të bënin me 92 drejtime prioritare veprimi, të cilat u plotësuan në një masë shumë të gjerë. Kjo ka përfunduar në fund të janarit në fillim të shkurtit të këtij viti. Shqipëria ka marrë rekomandimin pozitiv mbi njohjen e progresit nga Komisioni Evropian dhe aktualisht, siç jeni në dieni, vazhdon diskutimi mes 27 vendeve anëtare në Këshillin e vendeve anëtare në lidhje me së pari është qyrtuar raporti i progresit të Shqipërisë dhe së dyti po diskutohen kushtet për mbylljen e negociatave për 2 fusha ose kapituj, kapitullin 23 dhe kapitullin 24. Ndryshe e thënë thjesht, siguria dhe drejtësia, ose drejtësia dhe siguria më saktë. 23 është drejtësia, 24 është siguria. Shqipëria sigurisht pret me interes të lartë përfundimin e diskutimeve nga vendet anëtare dhe marrjen e një vendimi në lidhje me kushtet e mbylljes negociatave. Kjo do të jepte vendit dritën jeshile për të futur formalisht edhe në fazën e mbylljes së negociatave 1+1 dhe 1 herësh të gjithë kapitujve. Sa i përket punës në lidhje me forcimin e shtetit të së drejtës, së pari një herë ka patur një numër masash me rëndësi të veçantë në lidhje me konsolidimin e zbatimit të reformës në drejtësi. Institucionet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kanë miratuar rreth 14 akte me rëndësi të veçantë, sidomos sa i përket standardeve të integritetit për gjyqtarët dhe prokurorët me qëllim që me përfundimin e procesit të vettingut, siç jeni Shqipëria ka kryer procesin e vettingut për 805 gjyqtarë dhe prokurorë dhe e ka përfunduar në shkallën e parë në vitin e kaluar dhe tani fjala është që standardet e integritetit të figurës dhe profesional të jenë të qëndrueshme, të përhershme, vettingut mos jetë një proces që fillon dhe mbaron, dhe për këtë arsye janë miratuar një numër standardesh integriteti për sa i përket gjyqtarëve dhe prokurorëve, por dhe jo magjistratëve. Një herësh, këto këshilla kanë përcaktuar standarde të reja në lidhje me shqyrtimin e çështjeve gjyqësore, më afër sigurisht standardit evropian, fokusi është dhënë edhe shërbimit ligjor dhe juridik. Kuvendi për të trupëzuar standardet e integritetit dhe për të forcuar pavarësinë, miratoi ndryshime në 2 ligje kryesore të sistemit të drejtësisë, ligjin për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë dhe ligjin për statusin e gjyqtarit dhe të prokurorit. Një drejtim tjetër i rëndësishëm i punës së institucioneve të sistemit të drejtësisë ka të bëjë me zvoglimin e numrit të çështjeve gjyqësore që presin të shqyrtohen, i njohur ndryshe edhe si stoku i çështjeve gjyqësore. Për këtë, sistemi i drejtësisë edhe në gjykata dhe në prokurori gjatë vitit 2025 ka hartuar një udhërfyes për eficiencën ose uljen e stokut të çështjeve gjyqësore. Gjatë këtij viti ka filluar sigurisht edhe zbatimi i këtij udhërfyesi që përmban masat e nevojshme për uljen e stokut. Normalisht janë vënë re edhe rezultatet e para pozitive, përmend këtu për shembull gjykatën e lartë të Republikës së Shqipërisë, në të cilën gjatë vitit 25 ka një reduktim me 24% të stokut në krahasim me një vit më parë,
ose ndryshe janë shqyrtuar më shumë çështje gjyqësore duke ulur numrin e çështjeve gjyqësore në pritje dhe në krahasim me vitin 2020 kur numri i çështjeve gjyqësore në pritje ka qenë më i larti, ka një reduktim me 60%. Pra ka një reduktim gradual të numrit të çështjeve gjyqësore në pritje nga ana e gjykatës së lartë dhe kështu me radhë edhe gjykatat dhe prokuroritë e tjera të posaçme apo të përgjithshme. Një drejtim tjetër i rëndësishëm ku është punuar gjatë vitit 2025 ka qenë ai i lidhur me modernizimin dhe digitalizimin e sistemit të drejtësisë. Tashmë është në proces sistemi menaxhimit të çështjeve gjyqësore dhe prokurorale, pra edhe prokurorit edhe gjykatat po dizenjojnë sistemin digital për të menaxhuar çështjet. Procesi do të vijojë edhe me popullimin me të dhëna të digitalizuara, janë rreth mbi 2 milion të dhëna që duhen digitalizuar dhe është i pritshëm që të jetë tërësisht funksional deri në vitin 2029. Kjo do të ndikojë pozitivisht si në eficiencën e sistemit dhe në aksesin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Gjatë vitit 25, një herësh u zgjodhën 2 drejtues të lartë të institucioneve të sistemit të drejtësisë, drejtuesi i prokurorisë së posaçme dhe drejtuesi i byros kombëtare të hetimit. Në lidhje me luftën kundër korrupsionit, së pari sa i përket parandalimit të korrupsionit, janë marrë një numër masash të rëndësishme gjatë vitit 2025. Është hartuar një paketë e rëndësishme ligjore me 5 projekt ligje, 3 prej të cilave Kuvendi i Shqipërisë i ka miratuar. Ligji për lobimin për herë të parë. Në Shqipëria ka tashmë një ligj për lobimin, ligji për konfliktin e interesit, duke afruar me standardet e Bashkimit Evropian, dhe ligji për sinjalizuesit që përsëri realizon një parafrim me direktivën e Bashkimit Evropian. Janë në fazë të avancuar dhe 2 projekt ligje, ligji për financimin e partive politike, i cili është në proces nga Komisioni për Reformën Territoriale dhe 2 bashkëkryetarët, është aktualisht në procedurë në konsultim në Komisionin e Venecias dhe njëkohësisht ligji për sponsorizimet dhe donacionet, i cili është hartuar, ka përfunduar fazën e konsultimit publik dhe është në konsultim tashmë me Komisionin Evropian. Paketa e plot i është dërguar Komisionit Evropian. Shqipëria ka zbatuar me një normë të lartë masat e strategjisë për parandalimin e korrupsionit. Në vitin 2024, 87.5% e këtyre masave janë zbatuar, pra një shkallë e lartë e zbatimit masave. Në vitin 2025, 83.5% e masave janë zbatuar, pra përsëri një shkallë e lartë e zbatimit masave. Njëkohësisht, Shqipëria ka performuar mjaft mirë edhe në plotësimin e rekomandimeve të Grekos, që është grupi kundër korrupsionit, ku ka realizuar plotësisht 18 nga 24 rekomandime dhe prej tyre 6, 4 i ka në proces. Në drejtim të parandalimit të korrupsionit, është punuar edhe në lidhje me sektorët më me risk për korrupsionin, siç janë pronat, prokurimi publik, tatime dhe dogana, arsimi dhe shëndetësia. Shqipëria ka hartuar një plan për sektorin me risk prona gjatë vitit 2025, planin e integritetit, dhe ka përfunduar analizën e riskut sa i përket prokurimit publik, pra për të identifikuar se ku janë riskjet më potenciale për korrupsion në fushën e prokurimit publik. Sa i përket të drejtave të njeriut, ndjes përpara se të shkoj tek të drejtat e njeriut, dëshiroj t'ju jap disa të dhëna në lidhje edhe me luftën ndaj korrupsionit, përveç parandalimit të korrupsionit. Shqipëria ka tashmë një historik hetimesh dhe dënimesh të qëndrueshëm dhe është në rritje, edhe në vitin 2025. Në lidhje me korrupsionin e nivelit të lartë, gjatë vitit 2025 u regjistruan 6 hetime të reja penale, 10 akt akuza dhe 6 vendime gjyqësore të formës së prerë. Ndërsa, sa i përket korrupsionit në përgjithësi, në të gjitha nivelet e tjera, ka po ashtu një aktivitet të shtuar, janë regjistruar 878 hetime, janë ngritur 236 akt akuza gjatë vitit 2025 dhe janë marrë 287 vendime të formës së prerë nga gjykata. Pra është punuar në drejtim të parandalimit, ashtu sikurse dhe në drejtim të luftës me anë të organeve të drejtësisë ndaj korrupsionit, veçoj
veçanërisht punën e prokurorisë së posaçme SPAK, që ka bërë një punë të vlerësueshme dhe aktiviteti të cilës është rritur gjatë vitit 2025, por njëherë është edhe gjykatës së posaçme. Kaloj tani me mirëkuptimin tuaj në të drejtat themelore ose të drejtat e njeriut, shkurtimisht përmend disa nisma me rëndësi të veçantë ligjore, siç ishte ligji për barazinë gjinore, ai për dhunën mbi bazë gjinore dhe kujdesin alternativ dhe mbrojtjen nga diskriminimi. Në fokus është mbrojtja e grave e fëmijëve dhe e familjes nga dhuna dhe krijimi i shanseve për punësim dhe integrim në shoqëri. Progres i rëndësishëm para është bërë për mbrojtjen e të dhënave personale, siç jeni në dieni, Shqipëria e ka përafruar plotësisht tashmë legjislacionin e saj me atë të Bashkimit Evropian. Komisioneri ka bërë një punë intensive duke miratuar 12 aktet zbatuese të ligjit për të dhënat personale. Me rëndësi të veçantë ishin ndryshimet legjislative që miratoi Kuvendi në fushën e medias dhe lirisë së shprehjes, veçoi sigurisht 3 ndërhyje, së pari dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët në mirëbesim dhe mbrojtjen nga kanosja dhe për shkak të detyrës, dhe së dyti çështjet e lidhura me rregullimin e transparencës për përqendrimin në pronësinë e medias apo në financime. Me rëndësi të veçantë në pikpamje rregullatore, tani sigurisht Shqipëria duhet të angazhohet për t'i zbatuar mirë dhe fort realisht në praktik. Sa i përket çështjes së pronave, Shqipëria gjatë vitit 25 ka progresuar shumë në lidhje me digitalizimin e pronës, është hartuar udhërëfysi për digitalizimin, por dhe në praktik digitalizohen 3 gjëra, së pari kartelat, së dyti dokumentacioni i çdo dosje e prone dhe së treti harta e pronësisë. Sa i përket kartelave, digitalizimi ka avancuar shumë, nga 24% e tyre të digitalizuara në 24-ën, në vitin 2025 dhe 4 mujorin e parë të këtij viti, 90% e tyre janë digitalizuar. Pa procesi përfundon brenda qershorit. Ndërsa sa i përket skanimit të dokumentacionit teknik, ai është i përfunduar 100%. Në fushën e luftës kundër krimit, progresi i veçantë u njoh sa i përket politikës penale. Kuvendi i Shqipërisë miratoi ndryshimet në Kodin Penal, që përafrojnë politikën penale të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian në 7 fusha kyçe, ndër të cilat përmend pastrimin e parave, trafikun e drogës, trafikun e qendrave njerëzore, mbrojtjen e të miturve e të tjerë. Gjithashtu sa i përket luftës reale kundër krimit dhe krimit të organizuar, viti 2025 ka shënuar progres frontal në lidhje me luftën ndaj krimit dhe krimit të organizuar. Shqipëria ka një historik të qëndrueshëm, hetimesh dhe dënimesh. Më konkretisht, gjatë vitit 2025 u regjistruan 74 hetime të reja ndaj krimit dhe grupeve kriminale, 18 akta akuza të reja, 61 vendime gjyqësore të formës së prerë. Veçanërisht, sa i përket parandalimit dhe luftës kundër pastrimit të parave nga burime kriminale, janë regjistruar 207 hetime të reja, 23 akta akuza janë ngritur dhe 16 vendime gjyqësore të formës së prerë. Gjithashtu, është forcuar kuadri institucional në luftën kundër drogës, me ngritjen në vitin 2025 të Observatorit Kombëtar të drogave dhe sistemit kombëtar të paralajmërimit të hershëm, është punuar edhe në sa i përket çështjeve të hetimit dhe gjurmimit sekuestrimit të aseteve kriminale. Policia e shtetit dhe Byroja Kombëtare e Hetimit kanë hartuar një marrëveshje bashkëpunimi me protokolle të përbashkëta pune për të forcuar hetimin ndaj krimit, veçanërisht për këmbimin e informacionit dhe dhënave me rëndësi për hetimin, dhe njëkohësisht Shqipëria ngriti dhe forcoi zyrën për rikuperimin e aseteve kriminale. Çështja e tretë, për cilën do t'ju informoj shkurtimisht, do përpiqem të jem pak më e shkurtër, me qëllim që t'ju lë hapësirën juve për diskutime. Faleminderit, po. Ka të bëjë me punën që po bëjmë sa i përket të përgatitjes për mbylljen e negociatave. Jemi fokusuar gjatë vitit 2025 4 mujorit në 10 fusha të para
10 kapituj të parë, ku punojmë për 27 kushte të mbylljes së negociatave. Më praktikisht, për 3 nga këto kapituj, mendojmë se i kemi përmbushur teknikisht të gjitha kushtet, sigurisht të gjitha masat e marra i janë transmetuar Komisionit Evropian dhe jemi në pritje të vlerësimit nga ana e tyre, por në një stad të avancuar janë edhe 7 kapituj ose fusha të tjera. Më saktë 3 kapituj ose fusha ku kemi përfunduar punën për teknikisht gjithmonë flasim, për kushtet për mbylljen e negociatave, janë kapitulli 30, marrëdhëniet me jashtë, kapitulli 25, kërkimi shkencor dhe kapitulli 26, kultura dhe arsimi, ndërsa kapitujt e tjerë vazhdon puna intensive. Desha të thosha që lidhur me këto kapituj, Kuvendit të Shqipërisë janë po i paraqiten dhe do të vazhdojnë të i paraqiten rreth 8 paketa ligjore të rëndësishme për shqyrtim, i përmend shumë shkurtimisht. Paketa e parë është ajo që ka të bëjë me shoqëritë tregtare, rreth 10 projekt ligje dhe ndryshime ligjore. Paketa e dytë ka të bëjë me inovacionin dhe pronësinë intelektuale, 2 projekt ligje ndjes, Kuvendi i ka miratuar 3 do t'i paraqiten së shpejti në lidhje me të drejtat e autorit, treguesit gjeografik e të tjerë. Një paketë e lidhur me tregun dhe shërbimet financiare, 4 projekt ligje për sistemin e pagesave, për shërbimin e pagesave, për bankat, për parandalimin e pastemit të parave. 2 projekt ligje të rëndësishme do të kenë të bëjnë me politikën monetare, ligji i ri për Bankën e Shqipërisë, e cila përgatitet të jetë pjesë e sistemit të bankave qendrore të Bashkimit Evropian, dhe njëkohësisht ligji për Këshillin Fiskal, për herë të parë Shqipëria mund të ngrejë këshillin e vet fiskal. Tu dëshiroj të vlerësoj shumë punën e bërë nga Banka e Shqipërisë, një institucion shumë serioz i Republikës Shqipërisë, dhe njëherësh Ministria jon e Financave. Projektligjet janë aktualisht në fazën e konsultimit publik dhe pritet që në javët në vijim t'i vinë Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Puna vazhdon për parafrimin legislativ në fushën e prokurimit publik. Siç jeni të dijeni, Kuvendi ka miratuar vjet ligjin për koncesionet dhe partneritetin publik-privat, duke afruar me akin e Bashkimit Evropian. Kuvendi do t'i vinë ndryshimet e fundit në ligjin për prokurimin publik dhe puna vazhdon me aktet në ligjore, veçanërisht të lidhura me koncesionet dhe partneritetin publik-privat. Punë e rëndësishme është bërë në kapitullin 32, kontrolli financiar, ku janë miratuar 10 akte tashmë, vendimet të Këshillit Ministrave dhe urdhrat Ministrit Financave, që standardizojnë sipas standardit evropian punën e audituesve të brendshëm, punën e audituesve të jashtëm dhe punën e kontrollit të lartë të shtetit. Në diskutim së shpejti do t'i paraqitet Kuvendit të Shqipërisë është ndryshimi i kodit penal sa i përket disa neneve të lidhura me direktivën 1371, që ka të bëjmë me mbrojtjen interesave financiar të Bashkimit Evropian kundër mashtrimit në fushën e fondeve dhe në fushën fiskale. Jemi në diskutime me Komisionin Evropian në lidhje me këto ndryshimit dhe fundit për nga rëndësia marrëdhëniet me jashtë, ku siç jeni në dieni, Kuvendi ka miratuar edhe një ndryshim në ligjin për investimet e huaja, por njëkohësisht është afruar edhe rregulloria e Bashkimit Evropian tashmë për kontrollin e burimeve të financimit të investimeve të huaja në Republikën e Shqipërisë, si dhe është hartuar një plan për të përafruar marrëveshjet që ka Republika e Shqipërisë në investime në tregti me vendet e treta me politikën e investimeve tregtare të Bashkimit Evropian. Ndalem tu zoti kryetar, faleminderit shumë për vëmendjen dhe mirëkuptimin. Faleminderit zonja ministre për prezantimin, kënaqësi që ju dëgjuam në detaj dhe kam përshtypjen që shumë nga gjërat juve patjetër nuk i thatë, sepse na lat ne më shumë kohë për të vazhduar këtë diskutim. Zonja Vokshi dhe vazhdojmë zonja Goçeku, lutem. Faleminderit kryetar, faleminderit zonja ministre. Dua ta nis me faktin që është hera parë pra që raportohet në këtë format, dhe gjithashtu të përmend faktin që raporti vjetor ka ardhur teje çdo afati në shkelje të legjislacionit, në shkelje të rregullores. Nuk e kuptoj pse janë shkelur
të gjitha afatet, ndërkohë që është detyrim ligjor në mënyrë periodike të vihet të raportohet dhe komisioni jashtëm dhe për çështje të integrimit të marrë rolin që i përket, roli i cili deri më sot është devijuar më njanuar. Era parë që kur është krijuar pra qeveria e re që raportohet për procesin e integrimit. Unë mund të them personalisht e kam lexuar raportin jo një herë, e kam lexuar disa herë, kam mbajtur shënime dhe mund të them që është raporti më sipërfaqësor. Dhe pyetja ime e parë është, a i besoni ato që na i thatë deri tani? A i besoni ju vetë ato që na i thatë si arritje? Të gjithë i kemi në lëkurë problematikat. Çdo qytetar që na ndjek apo që nuk mund na ndjeki e di shumë mirë nivelin e korrupsionit se e ndjen. Sa më i lartë korrupsioni, aq më pak shërbime. Dhe për më tepër që ju referua dhe të drejtave të njeriut, ku raporti fundit i AFET-it thotë që pjesa më e madhe e fëmijëve në Shqipëri janë në rrezik varfërie. Për çfarë arritjes po flasim neve sot? Folët për legjislacion, për ligje, për vendime, për akte ligjore, nënligjore, okej, janë bërë. Dhe unë përshëndes gjithë administratën, që ka qenë e përkushtuar, ju thatë me 70% është rritur volumi i akteve ligjore nënligjore që është miratuar, por a mjaftojnë këto? Në këtë situatë dhe në këtë fazë ku Shqipëria ndodhet për sa i përket procesit të integrimit? Asnjë referencë nuk është bërë në raportin tuaj për sa i përket gjithë raporteve të institucioneve ndërkombëtare. Merrni raportin e fundit të AFET-it, Komisionit i Jashtëm të Parlamentit Evropian, ka një listë me dokumenta të cilët i referohen. Juve nuk i referoheni as Odirit për zgjedhjet, nuk i referoheni as rezolutave të Parlamentit Evropian, as të Komisionit të Jashtëm, as Komisionit Evropian, as folët për... Mirë, ndoqëm drejt për drejt një pjesë të seancës dëgjimore për raportin e Këshillit të Ministrave mbi procesin e antarësimit dhe integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian, ndërkohë do të ecim më tej me të tjera zhvillime. Mjaft me Çelësa, titullohet instalacioni i artistit shqiptar Alfred Milot që në Bienalen e Venecias përfaqëson Guineen Ekuatoriale. Vepra e tij paraqet 30 pjata porcelani me çelësa të deformuar për të vendosur si metaforë fundit e lakmisë njerëzore. Në Bienale Art 2026 në Venecia ekspozon edhe artisti shqiptaro-italian me famë ndërkombëtare Alfred Miloti, i njohur si Milot. Ai nuk përfaqëson as Shqipërinë ku u lind dhe as Italinë ku u rrit, por ka zgjedhur të bëhet pjesë e pavionit të Guinees Ekuatoriale, e cila është një nga vendet që merr pjesë për herë të parë në këtë bienale. Milot prezantohet për publikun e veçantë me një instalacion të titulluar Mjaft me Çelësa, një vepër me mesazh të fortë kundër luftës, lakmisë dhe izolimit njerëzor. Instalacioni përbëhet nga 30 pjata porcelani me çelësa të deformuar të vendosur si metaforë e fundit e lakmisë njerëzore. Këto janë instalacionet e mia, ku disa nga veprat unë i kam realizuar monumente që ndonë në shumë pjasa të botës. Ky është Çelësi i Shkodrës dhe tani merr pjesë në Bienalen e Venecias. Pranisë e tij në Bienale i kanë bërë jehon edhe mediat ndërkombëtare, mes të cilave revista Art Life, e cila e përshkruan ekspozitën si një dialog mes njeriu dhe natyrës, ku çelësat monumental të Milotit krijojnë mundësi të reja interpretimi, ndërkohë Fashion Style shkruan se instalacioni i Milot përfaqëson një botë pa dryna e pa kufi, ku çelësat humbasin funksionin e tyre dhe shndrohen në simbol lirie dhe bashkimi mes popujve. Miloti ka ekspozuar më parë në Pekin, Londër, Napoli e Tiranë, ndërsa veprat e tij monumentale me çelësa prej çeliku janë kthyer në simbol të identitetit të tij artistik. Në këtë bienale ekspozon edhe artisti Genti Korini, i cili përfaqëson Shqipërinë
me projektin A Place in the Sun. Teknologjia satelitore ka zbuluar në deltën e Nilit një tempull 2600 vjeçar. Arkeologët zbuluan foltoren misterioze 6 metra nën tokë, e cila mendohet se është një tempull i humbur në Egjiptin e lashtë. Zbulohet një ndërtesë fetare e varrosur në një qytet antik në Egjipt. Është realizuar falë radarëve satelitore dhe teknologjive skanuese të terrenit në deltën e Nilit, veri perëndimore. Gërmimet e para kanë sjellë në dritë një strukturë në tulla pribalte, që janë datuar 2600 vjet më parë përkatësisht në kohën e dinastisë së 26. Janë gjetur edhe një koleksion i pasur me objekte kulti, disa prej të cilave me hyjni egjiptiane si Isid, Torus, Tawaret dhe hyjnesha Uaxhet. Fillimisht janë përdorur të dhënat të satelitit Sentinel-1 të Copernicus, që është programi i ESA-s, pra Agjencisë Hapësinore Evropiane, për vrojtimin e tokës, ku fillimisht u dalluan anomali në strukturën e sipërfaqes. Struktura e lashtë është e varrosur në ndhe dhe me thellësi rreth 6 metra. Ka një sipërfaqe prej rreth 25 për 20 metra dhe i gjitha e mbuluar nga shtresa me fragmente qeramike dhe detrite të periudhës së vonë romake rreth 332 para erës sonë. Gërmimet e mëpasme kanë konfirmuar çka ishte evidentuar në skanimet satelitore dhe është arritur në konkluzionin se struktura është rreth 2600 vjeçare, pra periudha e dinastisë së 26, që është dhe e fundit e Egjiptit të lashtë para pushtimit persian në vitin 525 para erës sonë. Prania e altarëve, objekteve me hyjni dhe ritualesh, sipas arkeologëve dhe historianëve, sugjeron se siti ka qenë një tempull dhe studimi është publikuar në revistën shkencore Acta Geofizika. Bebet kanë ndjesi për bukurinë që në muajt e parë të jetës. Studimi tregon se edhe të poshtë lindurit tregojnë preferenca estetike të ngjashme me të rriturit, duke konfirmuar se perceptimi i bukurisë është i hershëm dhe universal tek njeriu. Edhe të porsalindurit kanë sensin e bukurisë, pra jo vetëm të rriturit, por njeriu e zhvillon sensin e etikës dhe të së bukurës që në muajt e parë të jetës. Ndjesi që me kalimin e kohës rafinohet dhe përmirësohet më shumë teksa zhvillohen funksionet kognitive. Shumë punë kërkimore janë realizuar në këtë fushë dhe kanë treguar që fëmijët shumë të vegjël, edhe të porsalindurit, mund të tregojnë preferenca vizuale për forma, linja, simetri, ngjyra dhe fytyra që janë të vlerësuara njësoj shumë edhe tek të rriturit. Është perceptimi i bukurisë, jo vetëm si përshtypje individuale mbi atë çka është estetikisht e këndshme, por si një gjendje mendore mirëqenieje që ndikon në të qenit më i tërhequr më shumë ndaj disa gjërave apo subjekteve në krahasim me të tjera. Eksperimentet janë realizuar me imazhe fotografike që janë vendosur bebeve dhe paralelisht edhe të rriturve për disa sekonda. Rezultatet janë njësoj, edhe bebet vërtonin më gjatë, sikurse dhe të rriturit, imazhet e saktuara që objektivisht ishin më të bukura. Ndërsa përgjigjja estetike zhvillohet më vonë në fazat e rritjes, ndryshe nga reagimi i thjeshtë në fillesat e jetës. Studimi që rivërteton që bukuria është universale për qenien njerëzore që në krye të herës është publikuar në revistën shkencore Proceedings of the Royal Society. Shkojmë në publicitet.